Hajde të të lo, ha. Unë jam Kimberly Hyko, jam studente e vitit të parë në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit të Krimit. Për mua është një vazhdimsi e rrugëtimit, pasi në vitin 2022-2023 kam përfunduar Kolegjin e Formimit Policor dhe ku më pas kam vazhduar punën në patrullë të përgjithshme në qytetin e Durrësit. Do cilësoja që kjo më ka ndihmuar si në anën profesionale dhe atë personale. Ktu kemi të bëjmë me disiplinë, me një tjetër formim i cili na ndihmon ne që të jemi më të përgatitur në terren dhe të jemi sa më pranë komunitetit dhe çdo qytetari. Quhem Fabiola Prenga, jam 18 vjeç, sapo kam përfunduar gjimnazin. Të jem studente në këtë akademi është një përvojë shumë e mirë për mua. Ne që vim nga jeta civile dhe jemi gjimnazist, mund të ishte edhe pak më vështirë për ne, por pedagogët dhe stafi pedagogjik na kanë bërë çdo gjë më të thjeshtë dhe janë gjithmonë aty pranë nesh. Mund të them që është një mundësi shumë e mirë për gjimnazistët që përfundojnë maturën dhe janë në mëdyshe se çfarë degësh mund të zgjedhin. Është një mundësi shumë e mirë për të ardhmen dhe për t'ju shërbyer qytetarëve dhe rendit.